الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد اللهم جل وعلا فلندرojmë salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasoj. Vëllezër, vazhdojmë me lejen e Allahut te bareke u teala me një pjesë të re e cila ka të bëjë me betejën e Bedrit. Nëse ju kujtohet, kemi folë për ushtrinë të cilën e patformuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, nëse lejohet të emërtohet ushtri, nga se thamë që në fillim ajo nuk ishte ushtri, por me kalimin e çdo etape ose distance mes Mekës, mes Medinës dhe Bedrit, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam shkonte duke u kuptuar që ballafaqimi me Qurayshët nuk do të jetë ballafaqim i lehtë dhe se ky ballafaqim do të jetë i mishruar në një luftë të qartë mes tyre dhe palës tjetër, armiqve të tyre, gjithsesi Qurayshëve. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kryesisht rrugtimin e tij prej Medine për në Bedër, sepse jena tu fol ajo Medinja në veri dhe Mekja në jug, mes tyre dikundi është Bedri. Andaj që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam duhet niset për në jug dhe ka rrugë kryesore e cila çon mes Mekës dhe Medinës. Mirë, po i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në rrugtimin e tij drejt Bedrit do të shkojmë përgjithësi në rrugët e njohura. Përveç se këtu atje do të fshihet nga spionët të cilët i pat dërguar Ebu Sufjani që të vëzhgojnë terrenin mes Medinës dhe Mekës. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam gjatë rrugës do të dërgon edhe një herë dy prej sahabeve të tij të njohur vëzhgues, të cilët e vëzhgonin terrenin mes Mekës dhe Medinës, ku do të sillnin lajme për karavanin e Ebu Sufjanit. Bezbese ibn Amr al-Juhani dhe Adi ibn Abi Zeghba radhiyallahu ta'ala anhuma do t'i dërgon, kjo për s'dyti herë, edhe një herë që të sjellin lajm se ku ka mri karavani e Ebu Sufjanit. Njëjtën kohë, Ebu Sufjani tash nga veriu vjen, do me thonë, jena tu fol në veri është Shami, Siria e sotme, Palestina. Pastaj më poshtë, nëse shkojnë në jug, vjen Medinja, pastaj Bedri, pastaj Mekja. Ebu Sufjani duhet kaloj përmes Medines, pastaj përmes Bedrit, pastaj të vjen për në Mekë. Edhe ai e din që terreni mes Mekës edhe Medines nuk ishte i sigurt për të. Plus asaj, kishte marrë lajme që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam gjatë çdo lëvizjes të karavanave të tyre aktivizohej në këtë pjesë të territorit. Kështu që Ebu Sufjani niset për gjatë lëvizjes së tij për në Mekë, kupton që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dalë me një numër të madh të burrave, të cilët shumë lehtë do ta marrin karavanin, sepse tham karavani në krye të tij kishte 3-4 veta. E muslimanët ishin 10 fishi i burrave të cilët ruanin këtë karavan. Ebu Sufjani dërgon një prej të afërmve të tij, është Damdame ibn Amr al-Ghifari. I thot me udhëzime të qarta, nisu për Mekë dhe tregoju banorëve të Mekës në formën që di ti se ne jemi në rrezik dhe se karavani i tyre do të jetë plaçk shumë e lehtë për muslimanët, gjithsesi për pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam dhe për shokët e tij. Kështu që Damdame niset për Mekë dhe para hyrjes në Mekës i apret hundën në rand deves së tij, i shkyen teshat e tija, merr gjakun i cili do të rrjedh nga hunda e deves, do ta bëj gjithë trupin e tij, do të përgjaket me gjakun e deves, do të merr gjërat të cilat i kishte mbi deve, do t'i përmbys thjesht për t'i alarmu banorët e Mekës se gjendja në të cilën gjendet karavani është tepër alarmante dhe nuk ka as pak hapësirë, do me thonë, për shtyrje të gjërave dhe nuk ka as pak tolerancë që Qurayshët ta marrin këtë gjë, do me thonë, në formë të relaksume. Kështu që hin Damdame në Mekë dhe bërtet me gjithë zërin e tij, o banorët e Mekës, karavani. Dhe afrohen banorët e Mekës dhe ai thot, pasuritë tua, devet tua, karavani juaj do të bjenë në duart e Muhamedit, përveç nëse dilni ju të gjithë mobilizuar që të ndalni këtë gjë të mos ndodhe. E unë ju kallëzova para disa ligjeratave, më duket,
që një grua në Mekë, ajo është Atike bintu Abdil Muttalib, halla e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, pa të pa një ëndër, në të cilën një thirrës në për skajet Mekës, në për qoshet Mekës, do të thret thirrje dhe do të bërtit për një rrezik të madh i cili cenon Mekën. Dhe njëjta ndodhi me këtë thirrje të Damdames. Kështu që Mekelit e kuptuan që gjendja është me të vërtet alarmante. Kështu që filluan të mobilizoheshin dhe u betuan në Allahun që ky karavan nuk do të jetë sikur se karavani Ibn Hadramiut. Kush është Ibn Hadrami? Është karavani që e përmendëm, të cilin sahabet në një prej ekspeditave të vogla e patën marrë dhe e patën vrarë kryesorin e atij karavanit, Amr ibn Hadrami. E thanë, ky nuk është karavani Amr ibn Hadramiut. Ky është karavani i gjithë neve dhe gjithë ne kemi interes në të. Dhe filluan të mobilizoheshin një nga një dhe të gjithë nga elita e tyre, fisnikët e tyre, dolën në luftë. Përpos disave. Një prej tyre i cili nuk dolin në luftë ishte Ebu Lehebi. E dini pse? Nga se Ebu Lehebit, njëri prej bijve të Hisham ibn Mughiras, a ishte Laasi, i kishte borx 4.000 dirhem. Edhe i tha Ebu Lehebi, ti fali 4.000 dirhemet nëse dalish në emrin tim luftë. Tha, dal në emërtant. Unë luftoj sikur se me qenë Ebu Lehebi në luftë. Andaj Ebu Lehebi nuk doli në luftë, kundër gjalit të vllaut të tij, nipit vet dërgoi djalin e Hisham ibn Mughiras. Ndërsa musliman të cilët dieshin se janë musliman, ose të tjerët të cilët kishin afërsi me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, e kishin të imponuar, ishin të detyruar dalin luftë, por ndryshe do të vriteshin Mekë prej Qurayshve. Prej tyre ishte El-Abbas ibn Abdul Muttalib, axha i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Prej tyre ishte Neufel ibn al-Harith. Prej tyre ishin dy djemtë e Ebu Talibit, Aqili edhe Talibi, që të dy ishin të detyruar të dalin luftë sepse ishin prej Banu Hashim, ishin si vëllezër me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. U mobilizuan Qurayshët në krye të 1300 burrave, të gjithë dolën prej krerëve të Qurayshve, asnjë prej fisnikëve të tyre nuk mbetin në Mekë, kishin 1200-300 burra, kishin 100 kuaj, kishin 600 parzmore. Dërsa muslimanë sa kuaj kishin? Një. Të cilin e kishte kush? Miqdadi radhiyallahu anhu. Apo Miqdad ibn Amr e kishte vetëm kal, ishte i vetmi kalorës i ushtrisë së muslimanëve. Ndërsa Qurayshët kishin 100 kuaj. E numri i deveve të ushtrisë së Qurayshëve nuk dihet për shkak të numrit të madh të tyre. Nuk dihet sa ka qenë numri i deveve, sepse do të cekim ne që Qurayshët në ditë do të therin mes 9 ose 10 deveve. Kjo vetëm për t'u therë, për ushqim, për ta ushqej ushtrin, janë dash 9 deri 10 deve. Çdo ditë. Që tregon për numrin e madh të deveve të ushtrisë së Qurayshëve. Në fund të përgatitjeve të tyre, Qurayshëve do t'ju kujtohet diçka që e kanë harruar me vite. Ajo që i ka bë ata që të harrojnë këtë gjë ishte armiqësia, ishin verbruar nga armiqësia e tyre ndaj pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ajo është hasëmnia e tyre me fisin Banu Kinane, Banu Bekr nga Kinania. Qurayshët kishin hasëmni të vjetër me këta, sepse ishin vrarë në të kaluarën dhe hasëmnia kishte mbetur dhe asnjëra palë nuk kalonte nëpër territoret e palës tjetër, e fisit tjetër. Kështu që në fund të përgatitjeve dikush ju tha atyre, po e dini ju se ne duhet kalojmë nëpër territorin e tyre. Edhe nëse ne kalojmë nëpër tokat e tyre, kush na garanton neve se ata nuk na sulmojnë nga prapa? Kush është ai i cili garanton? Dhe kjo vezvese nga njëri prej tyre, gati se e bani ushtrin që të ndalët në Mekë, mos dalin hiç. Sa që kish zana në mesin e tyre, të mos dalin. Po në atë moment, Allahu te bareke ve teala përshkruan diçka e cila ka ndodhur shpesh në muhabetet, ose shpesh në atë mos pajtimin mes të kotës dhe të vërtetës, shohim elementet të padukshme, të fshehura, ku e kota merr një lloj energjie ne nuk e kuptojmë prej nga e ka marr. E Allahu te bareke ve teala e përshkruan këtë gjë.
Erdhi Iblisi në formën e Suraqat ibn Malik, ibnul Gju'shum, radhiyallahu ta'ala anhu, i cili në atë kohë nuk ishte musliman. Suraqa do ta pranon Islamin pas betejës Taifit, diku vitin e 8 ose 9 hijretit. Ne jena të folë në vitin e 2 hijretit. Ky Suraqa është përmend dikundi më herët? E kena përmend. Ku? Gjatë hijretit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Suraqa është nga ky fis, nuk është Qurashi. Vjen shejtani në formën e Suraqës dhe ju thot atyre, unë jam garance juaj. Unë ju garantoj që fisi im nuk ju prek as nuk ju sulmon. Garantuesi i gjithë kësaj është Suraqa. E Suraqa ishte një prej fisnikëve të fisit të tij. Një prej banorëve më me autoritet në fisin e tij. Kështu që Kurishët dal nga dal filluan të fitojnë vetbesimin se ne kemi një prej fisit të tyre i cili na jep neve garancë. Andaj do ta marrim mendimin e Suraqës. E Allahu te bareke ve teala e përshuan këtë gjë në surën Anfal. Thot Allah: "Wa idh zayyana lahumu ash-shaytanu a'malahum." Dhe kur shejtani ju azbukuroi atyre veprat e tyre. Wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarul lakum. Dhe ju tha atyre, sot s'ka kush ju fiton juve. E un jam garantuesi juj. Un jam ai i cili ju garanton juve sigurin nga ana e Benu Bekrit. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. Thot Allahu te bareke ve teala. Dhe në moment që dy grupet e pa njëra tjetrën, çka bëni shejtani? U smbraps dhe tha inni bari'un minkum. Un jam larg jush, jam i distancuar prej jush. Un ju kam nxit, un ju kam zbukuruar veprën tuaj. Po në momentin që vini ju ta bëni veprën tuaj, ju jeni vet. Pa shejtanin. Thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, shejtani ka përgatit një flamur për betejën e tij në Bedër dhe ka mbledh shejtanat tjerë dhe ka dalë bashkë me Kurejshët në Bedër dhe ka qëndruar me ta deri në momentin që dy ushtrit e kanë pa njëra tjetrën. Dhe kur shejtani është përgatit për luftë, e ka pa që Allahu me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam ka dërguar shumë melaçe. Andaj çfarë tha shejtani? Thot Allahu: "Wa qala inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah." Tha, unë shoh atë që ju se shihni. Unë kam frikë Allahun dhe me të vërtet Allahu dënimin e ka të dhimbshëm. Andaj në moment zmbrapset shejtani dhe largohet. Kështu që ushtëria e Kurejshëve mbetët pa Iblisin, pa ati i cili u zbukuroi veprën, pa ati i cili i shtyti ata që të vinë deri aty. Ata ishin gatshëm mos dalin. Po erdhi Iblisi në formën e Suraqës dhe i nxiti ata që të gjithë të dalin në betejë. Kështu që dolën ata me parinë e tyre, dolën me atë, do me thënë, shtres të popullit e cila konsiderohet si klasa mesatare dhe morën me vete sklevrit e tyre, sa që morën me vete robreshat e tyre të cilit ju binin daulleve dhe këndonin me qëllim të nxitjes së ushtrisë dhe të cilat thurnin vargje dhe i këndonin këto vargje dhe i recitonin me qëllim të talljes me musliman dhe fenë e tyre. Kjo është detyra e tyre. Ju do të vini me ne, se ju në një rob ton, do të thurni, do të këndoni, do të recitoni, vetëm e vetëm që t'i ofendoni dhe fyni palën tjetër gjithësisht muslimat. E Allahu Gjelle Gjelaluhu të regon djenjat e tyre të arogancës dhe kryelartësisë. Për këtë shkak Allahu kur ju thot besimtarve, dilni në luftë ju me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, ama kujdes nga një ndjenjë. Dhe kjo duhet të jetë në zemrën e çdo një besimtari i cili bën një ibadet, ku ibadeti i bëhet në formë kolektive. Ke bën namaz me xhamat, ke fal bajramin me xhamat, ke shku në hax, ke agjeru, çka të bësh prej veprave në të cilat ka shpirt kolektiv, mbaj mend këtë fjalë të Allahu te bareke ve teala. Tha Allahu xhelle ve ala: "Wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas." Dhe mos u bani si ata të cilët dolën prej shtëpive të tyre bataran, me kryelartësi dhe për sy e faqet njerëzve. Qëllimi i tyre i çfarë? Mos më thon këta tjerë se janë frikacak. Jo, Allah i na rujt. Ai burr plak me autoritet nga elita e popullit ton, nga paria jon, ai ka dalë luftë. Unë mos dal asnjëherë. Sy e fatësia në nivel.
Thon dietar, Allahu xhelle xhelaluhu ka regjistruar motivet e mushrikëve në këtë ajet. Wala takunu, mos u bani asesi sikurse ata që dolën prej shtëpive të tyre. Ata dolën vëllezër nga Mekja për Bedër që është shumë larg, me qindra kilometre, në atë pikën e nxehtit, me gjithë vështirësitë e udhëtimit të asaj kohe. Megjithatë motivet Allahu a regjistroi. Mos dilni si ata që dolën prej shtëpive të tyre me kryelartësi dhe për sy e faqet njerëzve. Mos e bën asnjë ibadet në të cilin do t'ju ngjash Qurayshve, të cilët dolën kundër pejgamberit Allahut, alayhi salatu wasallam, me kryelartësi dhe arrogancë dhe dolën për sy e faqet njerëzve. Vazhdon Allahu te bareke ve teala thot: "Wa yasudduna an sabilillah", dhe largojnë i pengojnë njerëzit nga rruga Allahu xhelle wa ala, wallahu bima ya'maluna muhit, ndërsa Allahu din gjithçka që bëjnë ata. Gjithçka. E din motivin e tyre, e din niyetin e tyre, e din si e bëjnë veprën, Allahu i din shikimet e tyre kur ata bëjnë diçka, ai shikon dikush apo nuk i shikon. Gjithçka din Allahu për ne vëllezër. Allahu din niyetet tona. Allahu e din çfarë kemi për qëllim ne kur themi Allahu Ekber namazin ton. Allahu e din si e bëjmë sejdën dhe rukun ton. Allahu e din namazin ton kur jemi vet dhe din namazin ton kur jemi në xhamat. Allahu e din sadakan ton kur jemi vet dhe din sadakan ton kur jemi në xhamat. Allahu i din shikimet tona kur jemi vet dhe Allahu i din shikimet tona kur jemi me xhamat. Gjithçka din Allahu te bareke teala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allahu din shikimet e fshehta dhe atë që fshehin gjoksat e njerëzve. Gjithçka din xhelle xhelalu. Andaj Allahu tha wallahu bima ya'maluna muhit. Dhe Allahu din gjithçka në hollësi që bëjnë ata. E pastaj Qurayshët dolën në këtë gjendje të arrogancës, kryelartësisë, syefaqësisë, me qëllim të armiqësimit të dërguarit Allahut dhe Allahut te bareke teala. Niyeti i tyre i vetëm ishte që ne të dalim dhe të luftojmë kundër këtij njeriu i cili është një nga bijt ton dhe i cili kishte ardhur me këtë vërtet me cilën e kishte ngarkuar Allahu te bareke teala. Ndërkohë, Ebu Sufjani afrohet ka Bedri. Dhe ne e dim që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ja ka mësy Bedrit. Tash jemi tu fol që me njërin anë ushtria e Medinës shkon ka Bedri dhe Ebu Sufjani shkon ka Bedri. Të dy palët janë të shku drejt Bedrit. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e kishte dërguar Bezbesen edhe Adin radhiyallahu ta'ala anhuma që çojnë se ku është karavani. Bezbese dhe Adi shkojnë tek një pus, tek një bunar në afërsi të Bedrit dhe shohin se aty ka një burr dhe ka një dy gra të cilat mbushin ujë, ato nuk folin asgjë, vinë me devet e tyre, mbushin ujin në shakull i thona asaj enës prej lëkurën në të cilën mbushet ujë, mbushin ato shakujt e tyre dhe largohen. E shohin se s'ka asgjë në atë territor. Pak më vonë, në njëjtin vend, tek i njëjti bunar, duke qenë prezent i njëjti burr, vjen kush? Vjen Ebu Sufjani. Vjen Ebu Sufjani dhe e njehat njeriu i cili ishte aty. I thot: "O filan, a pa e dikë i cili mund kish qenë spioni i Muhamedit alayhi salatu wassalam?" Thot: "Ja." Thot: "Mos pa diçka të jashtëzakonshme tek dikush?" Thot: "Ja, sot vetëm një dy burra erdhën, i mbushën ato enat e tyre me ujë dhe u larguan." Thot: "Po ku stacionuan dhe me çka ishin?" Thot: "Ishin me dy deve." Çat jeta ajo kodër të vogël u stacionuan. Shkon Ebu Sufjani, kontrollon gjurmët e tyre dhe gjen jashtëqitjet e deveve të tyre. I merr dhe inspekton ato dhe gjen që ushqimi i deveve të tyre ishin hurma. Dhe e kupton që devet nuk i ushqen me hurma vetëm se banorët e Medinës. Andaj e kupton që këto kanë qenë spion të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj shpejton te karavani i tij dhe ju thot atyre që Muhamedi na pret në Bedër. Dhe rruga e Ebu Sufjanit ishte drejt kësaj pjese. Ishte rrugë e zakonshme e karavaneve. Andaj Ebu Sufjani urdhron që të shkojnë për në perëndim, do me thonë drejt Bregdetit dhe rreth Bregdetit të vazhdojnë për në Mekë. Vazhdojnë rrugtimin dhe dikundi pas Gjuhfes, Ebu Sufjani dërgon një njeri, Qais ibn Imri il-Qais, dhe ju thot Qurayshve që ushtria juaj ose karavani juaj ka shpëtuar
dhe se Allahu xhella xhelaluhu do me thënë nuk ja ka mundsuar Muhammedit që ta merr pasurinë tuaj. Ky njeri e kupton mesazhin të cilin ja ka dhënë Ebu Sufjani. Megjithatë, kur vjen te Qurayshët, e kupton mesazhin, Qurayshët vinë në një mospajtim mes tyre. A të vazhdojmë rrugën apo të kthehemi? Karavani ka shpëtu. Ne kemi dalë për karavanin. Dhe në atë moment del Ebu Xehli. Dhe kjo e gjitha ndodhe në afërsi të Gjuhfes. Gjuhfe, mes Bedrit edhe Gjuhfes ka dikundi 140 kilometre. Tash deri në Bedr ka 140 kilometre. Ushtria e Mekës, ma mirë është kthehet, se është afër Mekës. Andaj kthehemi u kry puna. Plus e kemi marrë lajmin se Ebu Sufjani ka shpëtuar. Andaj nuk ka nevojë të vazhdojna për në drejt veriut. Ebu Xehli thot ja, do të vazhdojmë drejt vendit në të cilin na pret Muhamedi. Ka për qëllim Bedrin. Dhe thot kështu, pasha Allahun, nuk do të kthehemi derisa të arrijmë Bedr, të qëndrojmë 3 ditë dhe 3 net, t'i therim devet, do me thënë ushqimi që duhet për të 3 ditë dhe 3 net, të bëjmë gosti, të pimë ven dhe të na këndojnë këngëtarët tona, derisa të dëgjon për ne e gjithë Arabia dhe njëherit e përgjithmonë ta kenë frikë fuqinë tonë. Kjo është qëllimi. Mesazh politik dhe ushtarak për kitë arabët e Medines. Për kitë arabët e Arabisë, falni. Të kuptojnë që ne jemi të fuqishëm dhe se çdo provokim do të rezulton me daljen tonë në formë ushtarake. Del një burr prej fisit Benu Zuhra, në krye të së cilëve kanë qenë dikundi 300 burra. Dhe ju thot atyre, o ju njerëz, ju keni dalë për 2 gjëra. Të shpëtoni një për njerëzve tuaj, a është Mahra me Zuhri, dhe e dyta të shpëtoni pasurinë të cilën ne ja kemi dhënë amanet. Ai shpëtoi, pasuria shpëtoi dhe vjen me Ebu Sufjanin, andaj ç'është dobia dalim luftë. Ndërsa fajsimin e popullit tuaj se jam frikacak e marrun. Po, unë jam frikacak. Mirë, po nuk e çoj popullin tim luftë për kot. Andaj kyn krye të 300 burrave kthehet. Dhe kështu që ushtria e Qurayshve nga 1300 burra u bën 1000 burra në moment. Dhe Benu Zuhra, asnjë prej tyre nuk vazhdojnë luftë me Ebu Xehlin kundër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Të tjerë të cilët u rebeluan kundër Ebu Xehlit ishte Benu Hashim. Kush janë Benu Hashim? Fisi pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Benu Hashim thon as ne s'dalim. Nëse bën Benu Zuhra mos dalim, pse ne s'bën mos dalim? Po Ebu Xehli thot, ju ja. Ju keni të paguni shumë më shumë se të tjerët. Andaj thot, ju nuk ktheheni derisa të kthehemi të gjithë. Ju do të vazhdoni të detyruar. Në mesin e tyre një prej njerëzve me autoritet, El Abbas ibn Abdul Muttalib, megjithatë nuk ka fuqi dhe deli detyruar kundër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me fisin e tij. Afrohet ushtria e Qurayshve drejt Bedrit prej Gjuhfes, njëjtën kohë afrohet edhe ushtria e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë kohë më muslimanët e kuptojnë një gjë. Vjen lajmi që karavani ka shku dhe Bezbese ibn Amri dhe Adi i tregojnë pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam që Ebu Sufjani ka kalu dhe ka domethënë një distancë të cilën e ka kalu dhe për ne gati se është e pamundshme që ta mrim karavanin përpara se të takohemi me ushtrinë e Mekës. Kështu që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e kupton një gjë. Karavani ka shku, por i kujtohet premtimi i Allahut. Cili ishte premtimi? Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum. Dhe kur Allahu ju premtoi juve njërin nga 2 gjërat se do të jetë juaja. Njëra nga 2 gjërat, ja marrja e karavanit, ja takimi në luftë me Qurayshët. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e kupton se e para shkoi. Ka mbetë e dyta. Mirë po ushtria e Qurayshëve s'është ndek askund s'duket. As nuk janë afruar. Atëherë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me një pjesë që quhet Dhifran ulet dhe bën një konsultim me sahabët dhe këtë gjë e përshkruan Allahu në Kur'an dhe këtë e përmendëm ligjëratën e kaluar nëse ju kujtohet. Tha Allahu wa idh akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq.
Dhe kur Allahu të nxori prej shtëpisë tënde në të vërtetë ose me të vërtetën. Wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun. Dhe një pjesë prej besimtarëve nuk ju vjen mirë kjo gjë. Cila gjë? Muhabeti se karavani ka shku dhe se ne duhet takohemi me Qurayshët luftë. Pse nuk ju vjen mirë? Se ne nuk kemi dalë të përgatitur për luftë, ndërsa ata vinë të përgatitur për luftë. Psiqikisht vinë të përgatitur për luftë, me përgatitje në numër dhe me përgatitje ushtarake. Ne nuk jemi të përgatitur për luftë. Ato janë 1000, ne jemi 300. Allahu vazhdon dhe thot: "Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan." Ata polemizojnë me ty në këtë të vërtet pasi që u është bërë e qartë atyre. Çfarë ju bë e qartë atyre? Se shkoi karavani. U kry puna karavanit. Premtimi i Allahut ishte mirë po për njërën, jo për të dyjet. Vazhdon Allahu dhe thot: "Ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun." Sikur se me i kreft dikush ata drejt vdekjes duke e shikuar ata këtë gjë. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum. Dhe kur Allahu ju premtoi juve njërën nga dy gjërat se do të jetë juaja, wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum. Ndërsa ju shpresoni atë në të cilën nuk ka rrezik se do të jetë juaja. Cila ishte ajo? Karavani. 300 ose 315 burra, le të themi, me 30 burra, shumë e lehtë është. E marrish karavanin dhe kthehesh. Allahu thot ju shpresoni këtë gjë, se s'ka rrezik. Nuk dëmtoheni. Megjithatë Allahu ka planifikuar diçka tjetër. Wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batil. Wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin. Ndërsa Allahu don që ta shfaqë të vërtetën me fjalët e tija. Edhe don Allahu te baraka wa taala që të shkatron rrënjësisht ata të cilët kanë dalë kundër tij prej mosbesimtarë. E këtu mbetet vëllezër, do bëjmë një krahasim thjesht. Paramendoni që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ta kishte marr karavanin. 1000 deve apo? Me shumë pasuri. Mirë po këto 1000 deve në regjistrin ton njerëzor të historisë do të ishte regjistruar që Muhamedi alayhi salatu wasallam në krye të 300 e diçka burrave doli dhe e mori një plaçk lufte të një karavani prej 1000 deve me një pasuri kaq dhe kaq. Edhe u kry, pik. Por Allahu dashti diçka tjetër. Allahu donte që historia të shuhet ndryshe. Allahu donte që kjo ditë të quhet Yawmul Furqan, dita e ndarjes të vërtetës nga e kota. Allahu dashti që kjo ditë të jetë betejë e parë për të cilën Allahu do të zbret një sure, për të cilën Allahu do të zbret shumë ajete, për të cilën Allahu do të zbret shumë dispozita që lidhen me paqen dhe luftën e muslimanëve. Allahu dashti që t'ua bëj me dije çdo një besimtari nga Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu deri tek ne, që planet që i bëjmë ne nuk janë më të mira se planet Allahu xhella xhelalu. Allahu dashti që t'ja bëj me dije çdo një besimtari, i cili është i mbështetur në Allahun dhe ka bindje dhe besim në të, se pa marr parasysh sa grupe të mëdha mund të jenë të armiqve të muslimanëve, ndodh që disa grupe të vogla të ngadhnjejnë mbi ta. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Dhe sa grupe të vogla ngadhnjejnë mbi ata të cilat janë shumë më të mëdha se ata. Me lejet Allahu xhella xhelalu. E gjithë kjo me lejet Allahut. Andaj Allahu u tregon dhe ju dëshmon besimtarve se Allahu është kurdisësi më i miri i planeve xhella xhelalu. Ne mund të mërziteni, na mund të lodhemi, mund të ndjenjat tona të jenë sikur se ndjenjat e sahabeve për të cilët tha Allahu, yujadilunaka fil haqq, ata polemizojnë me ty në këtë të vërtet. Pse? Se mbrenësinë e tyre thot, ne nuk jemi përgatit për luftë. Por ama vendosmëria e dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe atyre të cilët e përkrahën pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam, i bindën shokët e tyre të cilët nuk donin dilnin në luftë, se ne mund të dalim luftë edhe pse nuk kemi mendim unanim. Jo në çdo gjë duhet të ketë unanimitet. Po në çdo gjë duhet të ketë burra të vendost, të cilët kanë vizion të qartë, të cilët e kanë rrugën qartë azi përpara tyre dhe dinë çfarë drejtimi shkojnë. S'duhet krejt të jenë të njëjtit mendim. Dhe kjo ndoshta s'mund të bëhet asnjëherë. Po mjafton dikush i cili e udhëheq
këtë lëvizje, këtë ndryshim, mjafton dikush i cili e udhëheq këtë ndryshim i cili nuk do të ndikon vetëm në rrethin në cilin jetojnë ata, po do të ndikon deri sot tek kësaj dite, sikurse do ta shohim me lejet Allahu te barekutaala. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ul sahabët dhe formon një këshill. Dhe në këtë këshill pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dëshiron që të konsultohet me sahabët, për shkak se ne treguam që ata cilët e kishin obligim që dalin me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam në luftë ishin vetëm kush? Vetëm muhaxhirint, ensart nuk e kishin obligim. E ne dim që ensart janë shumica atyre që janë prezent. Muhaxhirint, banorët e Mekës që kanë dalë në luftë me pejgamberin Allahut, ishin 70 e diçka burra. E këto 70 e diçka duhet ballafaqohen me një ushtri numrin e së cilës këto ende nuk e dinë. Këto e dinë që ka pat mobilizim të plot në Mekë, ama nuk e dinë sa është numri i kësaj ushtrie. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po ju thot sahabeve, eshiru ileja ja qaum. Jepni mendimet tua o ju njerëz. Thot fetekelleme Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, foli Ebu Bekri fe ejad dhe foli shumë bukur. Pastaj tha eshiru aleje ja qaum. Jepni mendimet tua. Foli Omeri radhiyallahu ta'ala anhu fe ejad dhe tha shumë fjalë mira dhe ndër gjërat të cilat i tha ja Rasulallah. Këta janë Qurejshet dhe krenaria e tyre, do me thonë krenari me arogancë. Pasha Allahun ata nuk janë përullur që kur kanë fituar fuqi, që kur janë bot fuqishëm, askush nuk e ka përull kokën e tyre. Thot, dhe nuk kanë besuar që nga koha që kanë mohuar dhe kanë bë kufër në Allahun te barek ve taala. Pasha Allahun ja Rasulallah, ata do të luftojnë kundër teje. Njeti i tyre nuk është të kthehen. Unë e di mentalitetin e tyre. Unë e di mendsin si mendojnë ata. Andaj ne do të ballafaqohemi me ta. Andaj i thot Omeri radhiyallahu ta'ala, prandaj përgatitu për këtë dhe merr masat e duhura ja Rasulallah. Më pas tha pejgamberi Allahut, eshiru aleje ja qaum. Mi jepni mendimet tua o ju njerëz. E s'flasin sahabët. Foli Ebu Bekri, foli Omeri, dhe këto dy përfaqësojnë kë? Përfaqësojnë veten e tyre, ama përfaqësojnë edhe një shtresë që njihet si shtresë e afërt me pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Elita e popullit janë këta dy. Dhe këto mund të përfaqësojnë edhe kë? Edhe muhaxhirint, apo muslimanët e Mekës. E tash pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam thot, jepni mendimet tua, ka në 300 e sa burra. Askush s'flet. Dhe flet një sahabi, qëndrimin e së cilit e ka regjistruar Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala. Madje thot Abdullah ibn Mesudi, pasha Allahun kisha pat dëshirë t'jem unë ai i cili ka thonë këto fjalë. Unë kisha qef t'jem ai i cili flet si ky. Jo ai ti kishte thonë. Madje thot, qefi jem që të kisha kanë vend të ati është më i madh se sa të ma jep dikush dynja dhe çka kanë të. Ka qef kanë. Unë të kisha kanë vend të ati. Kush është ai? Kalorsi vetët. Miqdad ibn Amri, radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot do fjalë tepër të mëdha. Tha, ja Rasulallah, vepro sipas asaj të cilën të ka udhëzuar Allahu te bareke ve taala, sepse ne jemi me ty. Vepro sipas asaj që të ka udhëzuar Allahu, nga se ne jemi me ty. Vazhdon dhe thot, pasha Allahun, nuk do të themi sikurse i than benu Israilt Musait alayhis salam, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun, shko ti dhe Zoti yt luftoni, ne këtu do t'ju presim dhe do të qëndrojmë këtu. Po ne themi ty o Muhammed alayhi salatu wasalam, shko ti dhe Zoti yt luftoni dhe ne do të vim me ju, do të luftojmë. Kështu thot Miqdadi radhiyallahu ta'ala. Pas asaj thot Miqdadi radhiyallahu ta'ala, pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën. Edhe nëse na uzon të shkojmë në Birkel Ghamed, Birkel Ghamed ka dy mendime dietarëve se ku është. Njëri mendim se është në Yemen. Ne jemi të folë Medinja, afër Medinës është Bedri, 150 km, pastaj vjen Mekja pas diku 250 km, dini ku është Jemeni? Me, le të themi, 1000 km ndër Mekjen. Kjo është të folë për një distancë mes Medinës dhe Birkel Ghamed, 2000 e sa kilometre. Kjo është mendimi i pari dietarëve. I dyti që aludon në hadithi i Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu se Birkel Ghamed është në Etiopi, në Afrikë.
E i thot Miqdadi, pasha Allahun ja Rasulallah, pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën, po të na urdhroje të shkojmë në Birkel Ghamed, të luftojmë me ato. Çka sajna? Kit kishim shku, për një. Thot Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu anhu, transmetuesi i hadithit. Pas asaj shikova fytyrën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe fytyra e pejgamberit Allahut shndriti nga fjalët që i tha Abdullah ibn Mes'udi, prej knatësisë që dëgjoi nga fjalët e tij radhiyallahu ta'ala anhu. Për këtë shkak tha ibn Mes'udi, kisha pa qeft jemuna i cili thotë këto fjalë, jo Miqdadi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Këto janë burra vëllezër. Kjo histori që është shkruar nuk është histori thjesht, lexojmë në histori këtu atje. Është histori ndjenjat e së cilëve Allahu i shkruan Kur'an. Çat Kur'an që e lexojmë ne në namazet tona, atë Kur'an që ne besojmë se është fjala e Allahut, Allahu ka regjistruar niyetet e tyre, Allahu ka regjistruar shikimet e tyre, Allahu ka regjistruar qëndrimet e tyre. Andaj thanë nuk jemi si Benu Israil, që i thanë pejgamberit të tyre, shko ti dhe Zoti yt lufton. Ne shko ti dhe Zoti yt, dhe ne jemi me ju do të luftojmë. Ku të na çojsh ja Rasulullah, ne jemi aty. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam u knaq me gjitha don mendimin e atyre të cilët janë shumicë. Janë 260 burra, 240 burra. Tha, mjepni mendimet tu o ju njerëz. Pas asaj u qua njani prej sahabëve që është prijës i ensarëve. Tha, la'allaka taqsuduna ya Rasulullah. Mos e ke për qëllim ne të flasim o i dërguari i Allahut, banorët e Medinës. Tha, po ju e kanë për qëllim flit. Por ju e kanë për qëllim. Thot Ibn Ishaku në siren e tij, kjo nga se në marrveshjen mes tyre dhe pejgamberit Allahut në Bej'at el-Aqaba thaniye, në marrveshjen e dytë të Aqabes, ishte se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte mbrojtjen e ensarëve përderisa ishte brenda territorit të Medinës. Në moment që dilte nga territori i Medinës, ata nuk ishin të urdhëruar më, nuk e kishin obligim që ta mbrojnë pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam sikur se i mbrojnë fëmijët dhe familjet e tyre. Atëherë tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, po, juve ju kanë për qëllim. Ju duhet flitni. Tha Sa'd ibn Muadhi radhiyallahu ta'ala anhu, një prej prijësve të ensarëve. Amanna bike wa saddaqnak. Besuam në atë me cilën ke ardhur dhe e pranuam si të vërtet dhe dëshmojmë se ti e pejgamberi Allahut, andaj marrveshja mes nesh dhe teje është marrveshje e dëgjimit dhe respektimit dhe bindjes. Më pas vazhdon dhe thot, prandaj o i dërguari i Allahut, alayhi salatu wassalam, shko ku të kesh qejf, nisu ku të kesh qejf, ne jemi me ty, pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën. Po të na kërkosh, po të lypësh prej ne, ta kalojmë detin, edhe mes Bedrit dhe detit ka distancë të vogël. Deti është shumë afër Bedrit. E i thot Sa'di radhiyallahu ta'ala, ja Rasulallah, po të lypish prej nesh, ta kalojmë këtë det, deti i kuq është aty. Po të lypish prej nesh që ta kalojmë këtë det, khudna fihi, kishim hi gjithë në det, dhe asnjëni prej nesh nuk ish mbet prapa, asnjë. Pas asaj i thot Sa'di radhiyallahu ta'ala, ne nuk kemi frikë të përballemi me armikun, sepse ne jemi durueshëm në luftë të sinqert në përballje me armikun, e ndoshta Allahu do ta mundsoj që nesër të shohësh prej nesh gjëra të cilat do të kënaqin, famdi bina ala barakatillah, na udhëzo me bereqetin Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe u kënaq pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur dëgjoi fjalë e Sa'dit radhiyallahu ta'ala anhu. Atëherë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e tha: Esni në emër të Allahut te baraka o ta'ala, wa abshiru, dhe myshde, sepse Allahu më ka premtuar një nga dy gjërat. Njëna është e premtuar, po ajo njëna shkoj, na ka mbetë e dyta. Dhe myshdja është për këtë dytën, jo për të parën. E gjithë kjo lëvizje, nga fillimi i daljes së muslimanëve prej Medinës për në Bedër, Allahu xhallahu ala nuk ka dashur që ata ta marrin karavanin. Allahu ka dashur që ata të ballafaqohen me armikun në Bedër dhe kjo të ketë një përfundim të cilin e don Allahu te bareka taala. Andaj tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun, sikur tani po i shoh vendet ku do të bien të vrarët e armikut tuaj. Dhe kjo shpjegohet në hadithin që e shënon
Imam Muslimi, rahimahullahu ta'ala, se Umar ibn al-Khattabi, radiyallahu ta'ala anhu, tha, pas të saj pejgamberi Allahu s.a.s. filloi që të ecë prej një vendi në vend tjetër dhe shënonte me plan se ku do të vritet prej krerëve të mushrikëve. Këtu do të vritet Umej ibn Khalaf. Këtu do të vritet Ebu Xehli. Këtu do të edhe thonte kështu. Thot Omeri radhiyallahu anhu, thoshte pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, këtu do të vritet filani nesër me lejet Allahut. Më pas shkonte në vend tjetër dhe thoshte edhe këtu do të vritet filani nesër me lejet Allahut, insha Allah. E këtu do të vritet këtë e bën gjithë me lajm prej Allahut te barekotal, me gjitha thot insha Allah. Apo? Andaj lejohet thuhet insha Allah edhe për gjëra të cilat janë 100% sigurta. Insha Allah. Çdo gjë ndodh me leje dhe me izën prej Allahut te barekotal. Andaj tha këtu do të vritet filani, thot Omer radhiyallahu ta'ala pasha Allahun, secili prej tyre u vran vendin që e caktoi pejgamberi Allahu sallallahu dhe asnjëri prej tyre nuk lëvizi asa një plan nga ai vend. Vend për vendi i lajmëroi pejgamberi Allahu sallallahu për pozitën e të vrarëve të tyre. Do të vazhdojmë ligjëratën e ardhshme me lejet Allahu te barekutaala, me disa detaje tjera të cilat kanë të bëjnë më me aktualitetin e betejës, sepse ne jemi të fol e gjithë kjo vëllezër, kjo para përgatitje është për betejë. Beteja është sendi më i lehtë. Pse? Për shkak se beteja është mishërimi i themeleve të cilat janë ndërtuar si përgatitje për betejë. Njerëzit investojnë në ushtri apo në betejë? Njerëzit investojnë në ushtri. Betejën e bëjnë ushtrit. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka bërë gjithë këtë investim, gjithë këtë përgatitje, gjithë këtë tërbije, gjithçka është bërë për këtë ditë. Betejë e cila do zgjat disa orë, nuk zgjat shumë. Ama me do e mos që brenda kësaj beteje të ketë qëndrueshmëri, me do e mos që të respektohet hierarkia e komandës, me do e mos që të respektohen shumë gjëra, e para se gjithash me do e mos që këta njerëz ta dinë pse kanë dalë në atë vend dhe t'i kijen motivet e tyre të qarta. E ky qëndrim i sahabëve, folëm edhe përpara disa ditëve, se Allahu xhella xhelaluhu jo rastisht i ka zgjedhur këta njerëz që të jenë shoqëruesit e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Ne tham paramendoj një shembull i një njeriu i cili është me një hall shumë të rëndë, në borxha, në smundja, ku ta di, i duan sa tham 20.000 euro, i duan 50.000 euro, ose ka pat borxh 50.000 euro dhe ka lyp prej krejt njerëzve të cilët i njeh. O vlla, jam në hall të madh. Duan 50.000 euro. Askush nuk e ndihmon, ose s'kan ta ndihmoj. Dhe vjen njëri i cili as nuk i ka lyp ki kët 50.000 euro prej këtij. Thot o filan, kam dëgjuar që ke nevojë për një borxh. Ke nevojë për një ndihmë, thot po. Thot çe këto 50.000 euro, jo borxh. Unë t'ja 50.000 euro. Merri dhe shko. Nuk t'ja borxh. E paramendon çfarë qëndrimi ka ky njeri ndaj këtij? E sahabet nuk i kanë dhënë pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam 50.000 euro. I kanë dhënë histori e cila është shkruar në qiell përpara se të shkruhet në tokë. Ajete kanë zbritur për ta burra. 1 dhe 2 dhe 3 derisa Allahu i thret me laçe dhe ju thot atyre: lajmëroni besimtarët që unë jam me ata. Fa thabbitu alladhina amanu. Forconi ata të cilët kanë iman në Allahun te barekut. Këta burra, këtë ndihmë të Allahut e kanë marrë me këto qëndrime. Jo me muhabete të kota, boshe. Muhabete fasad, cilët nuk kanë asnjë realitet. Shumë dy burra flasin muhabete të ndaja, po fasad, kur gjë s'kan ta. Hiç kur gjë. Pik sinqeriteti s'ka. E këto sahabe kur i kanë thënë pejgamberit Allahut, po që se na çove në det, në ndeçkën. Andaj tha, ne jemi burra durueshëm në luftë, edhe jemi durimtar në të, edhe jemi të sinqert në përballjen me armikun. Këto kanë qenë sahabët e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëse ka njerëz për të cilën vlen të lexohet dhe të mësohet, dhe prej së cilëve mund shumë të inspirohemi, janë shokët e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam, për të cilët inshallah taala do të flasim në ligjëratat e ardhshme.